Mirë se erdhët në një video të re. Do ta nisim videon kështu me mua që po dal për darkë. Do iki që të haj iftarin me një shoqe. Edhe do t'ju marr pakës me vete. Leila është me Xhikun në shtëpi sot. Vendosëm që të vinim në një restorant të tip sirian, siç duket edhe nga adresimi. Nuk mund të mungonte baklavaja. Hello, përshëndetje. Nga një moment tjetër. Në fakt herën e fundit që po filmoja, po ju tregoja se po iknim diku, po në fakt nuk e shoh se nuk përfunduam gjë, as nuk po zjas më tepër, është shumë ftohtë. Gjas me erdhi pranvera, po është realisht shumë ftohtë. Edhe se qielli duket kështu blu, është mërësisht ftohtë. Sot në mëngjes ra borë, ra 2 herë, pushoj, filloj ra prap, edhe tani ka dalë dielli. Okej, shumë mirë që unë t'iki në shtëpi rehat, po është realisht shumë ftohtë. Unë po iki te Lelushi, Lelën e ka marrë babi nga qerdhja. Do iki të rri pak me Lelushin, pastaj vjen ora që të përgatis darkën Lelushit, po edhe për ne. Megjithëse tani që ka ndruar ora, ne na bie që të ham pak më vonë, rreth orës 8. Për ata që nuk e din, ne po mbajmë Ramazanin, edhe prandaj po them që ne na bie të ham pak më vonë. Siç që thash, unë me vrap ndejta pak me Lelën edhe në kuzhinë. Ktu po përgatis pak harç për speca të mbushura. Ktu po gatuhet një supë e thjeshtë, do ta bëjmë me vezë dhe limon. Ktu ndërkohë kemi salcën bolognese. Edhe këto janë gatime që t'i kemi gjatë gjithë javës gjysmë të gatshme. Të vendos këtu. Edhe do t'i konservoj në frigorifer që pastaj t'i ngrohim kur t'i duam. Unë po vazhdoj me gatimin. Mendova që ndërkohë të flisnim. Në momentin po i hedh kripën specave. Normalisht këto ditë gatimet e mia janë kështu me hamendje, sepse nuk e di, nuk mund t'i provoj, nuk e di se sa po i hedh, po mundohem që t'i hedh. Deri tani pse që ka qenë okay, po nuk i dihet. Shpresoj mos ta dekaloj më mirë pas se sa me më shumë. Qa doja të thoja është që këtë javë është pak e komplikuar, japë se edhe po gatuaj disa kohë më përpara disa vakte, sepse do t'jem në punë për një kohë shumë të gjatë. Ndoshta do në qikoni këtu specat. Atëherë harxa është këtu. Këtu është harxa, ndërkohë këtu po kam specat dhe do t'i mbush. Po thoja që këtë javë do të kem shumë punë tek puna, sepse nëse mbani mend, para disa kohësh, kush i shikon videot rregullisht, do ta ketë dëgjuar që thoja që kemi një event, që ndoshta duhet të shkoj, por nuk e di nëse mund të shkoj. Ciao Leila! E si përfundim, ato vendosën që duke qenë se unë nuk mund të shkoj, do ta bëjnë eventin këtu në qytetin ton. Grazie! Erdhi Leila. Edhe erdhi edhe babi, jemi familjarisht këtu. Edhe po doja që u treguan kaq shumë të sjellshme, sepse në timin ton tek burimet njerëzore jemi të gjitha gra, jemi pothuajse të gjitha jemi mama tashmë, unë isha e vetmja që nuk isha mami. Edhe e kuptoj shumë mirë situatën time, edhe thanë që nuk ka problem, do bim ne. Që kështu, do bin ato, po do të thonë që do t'jap disponibilitetin që do t'jem tek eventi gjithë ditën, edhe në darkë kemi event.
Qesh ajo? Të dy lozit. Edhe me zorë. Me zorë për presit të marrë këtu që shkoj klos dhe unë me këto. Po më begenisën, se ndoshta dhe nuk më dua. Gjiku me Lenën tani janë bërë kështu një skuadër. Edhe unë jam kot, domethënë, e them gjithmonë, e kam thënë gjithmonë, po tani jam realisht kot sepse këto janë vërtet një skuadër. Unë bëj shaka, po është shumë bukur kur i shikon ashtu. Po që dua në unë shkoj klos, se pri këtu duke gatuj. Më duket se kam egzageruar pak në harxhën. Këto specat kështu janë shumë të holla. Edhe tepse ime është shumë e vogël, se duhet ta bëhem në mënyrë që ma nxjerrë me frigoriferin. Po që nuk ka problem. Në një farë mënyre, ja fare mund ta lej dhe orisi kështu vetëm si gjell, edhe e konsumoj veç. Tani, pasagji i fundit, hapi i fundit, është që hedhu gjellën sa ta marri kjo, do ta hedh këtu. Tjetrën do ta ruaj. Po shikoj. Ndoshta ma merr të gjithën. Ndoshta mund të keni ndonjë kritik. Ndoshta ju e bëni me mish me copëza, ndoshta ndërkohë unë e kam bërë me mish të grirë. Po që neve kështu na pëlqen. I shtoj edhe pakës ujë. E mira do ishte brodo, por që është pothuajse gati, edhe gati për të futur në furrë. Specat ikën në furrë, sugon bolognese e fika. Supa do dhe pak që t'jetë gati, sepse mishi do dhe pak që të zihet. Tani po pres disa përpudha, që t'i kemi aty të prera gati, do t'i fus në ngrirje, sepse gati po prisheshin, edhe duke qenë se ne konsumojmë vetëm një vakt, pastaj edhe si fyrin, gjërat prishen nëse nuk i përgatis kështu. Në këtë mënyrë i konservoj mirë edhe i kam edhe pothuajse gati për të përdorur në minutë të fundit. Për shembull mund të bëj një fritata me qep, me përpudha edhe me vezë. Ose mund të bëj një risotto me përpudha. Ka disa opsione, ose thjesht në tigan. Si ta shikojmë. Por që unë po i lej këtu gati. Edhe i kam pastaj. Natyrisht që pasi gatua, që edhe punën e pastrimit të kuzhinës që është në punë vete, që është pjesa që vorrej më shumë sinqerisht, por që duhet bërë. Po shumë të gjithësi, okej. Shiko babi! Wow! Wow, qa katastrofe! Wow! Ops! Ah! Ops! Hami Leila. Plumshin duhet babit. Oh, karota. Kape karotën. E mi kape me dorë. Punë madhe. Bravissima. Të lumt. Ja ku është dhe tava. Gati. Mirë mëngjesi. Unë sa sprita nga bicikleta ime, edhe duke më kështu hallakat,
Sa po erdha në punë dhe sot është the big day, kemi eventin të puna. Nuk e di nëse ti mund të marrë me vete, por nëse do të mundem, do t'ju marrë. Sot vë edhe një shi. Tani është momenti i pauzës, edhe po ju tregoj disa nga gadget që kam. Kjo është për të mbështetur telefonin. Kjo, ok, kjo është telefoni punës. Deri tani mbledhja po shkon shumë mirë, shumë interesante. Tani ato po hanë dreku, nuk mund të haqë, kështu jam këtu në zyrë. Sa po kemi ardhur tek ky aktiviteti? Shikoni sa cool është këtu. Tani jemi këtu te restoranti, sorry. I'm spending my time. Yes. Jemi këtu, po hajmë darkën, eventi shkoi shumë mirë, u kënaqem edhe me mini golfin. Tani po pres që të çelet ushqimi. Po unë nuk mund ta ha për momentin, por që edhe 10 minuta punë. Në shtëpi, tani se po vesha pijamet e mia, bëra rutinën e darkës, edhe do ikin nani. Është shumë vonë, ora 10:30, ndoshta më shumë, jo fiks 10:33. Që kështu do iki të fle, sepse nesër më pret një tjetër ditë e gjatë. Lela po fle. Në fakt deshi të pinte, që kështu u takuam. Nuk kam qenë më shumë kur më lumtur se sa sot që kërkoj të pinte, sepse ishte një mënyrë për ta takuar pa e zgjuar, sepse nuk e shoh nga sot në mëngjes. Edhe tani do iki që të flem edhe e kam te krevati next to me, me siguri do rrim dorë për dore, se përveç se ajo ka qef që 3 dorë për dore dhe unë kam qef që 3 dorë për dore me të gjatë natës, jo gjithë natës, po sa të më kaloj pak ky malli, sepse nuk është se e kam lënë ndonjëherë kështu. Kështu natën e mirë për sonte.